Pas kryeministrit shqiptar Edi Rama, edhe kryetari i Partisë Komuniste të Vietnamit, To Lam, ka pranuar ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për qenë pjesëmarrës në Bordin e Paqes. Lajmi është konfirmuar nga një deklaratë zyrtare e Ministrisë së Jashtme të vendit Jug-Aziatik, citon agjencia ndërkombëtare e lajmeve Associated Press. Të shtunën e javës së kaluar, kryeministri Rama reagoi i egzaltuar në rrjetet sociale, kur njoftoi se ishte ftuar personalisht nga kreu i Shtëpisë së Bardhë për qenë pjesëmarrës në një organizëm të ri ndërkombëtar që synon të diskutojë dhe të vendosë lidhur me zonat e konfliktit në vende të ndryshme të botës. Nga mënyra se si e shpërndau Rama këtë lajm, tentoi të krijojë idenë se vendi ynë tashmë ka një peshë të rëndësishme në politikën globale, fale dhe lidershipit të kryeministrit socialist. Rama e kishte shumë të nevojshëm këtë operacion propagandistik, pasi prej marrjes së detyrës së Trump në janar 2025, kreu i qeverisë shqiptare nuk ka pasur asnjë takim, qoftë edhe periferik, me zyrtar të lartë administratës amerikane. Përkundrazi, ai dhe qeveria e tij janë gjetur nën breshërinë e mesazheve nga e dërguara i Washingtonit në Tiranë, Nancy Van Horn, për nevojën e rritjes së luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, vetëm pak orë pas postimit me nota egzaltuese të Ramës, situata u qartësua shumë shpejt. Një ftesë e ngjashme u është dërguar kryeministrave dhe drejtuesve të më shumë se 100 vendeve të botës. Siç raportojnë mediat e huaja, një ftesë të ngjashme me atë të Ramës kanë marrë edhe Greqia, Çipro, Jordania, Australia, India, Pakistani, Vietnami, Turqia, Kanadaja, Hungaria, Paraguay dhe Argentina. Sidoqoftë, edhe kaq mjafton që udhëheqësi i madh demokratik i Shqipërisë të shkojë krah për krah me udhëheqësin e madh komunist vietnamez. Në fundit, vetëm kontinentet janë të ndryshme, rrënjët komuniste dhe autokracitë janë të njëjta.